Mesazhet se Maqedonia e Veriut duhet të vazhdojë rrugën evropiane dhe duhet të përmbush me përkushtim obligimet e dala nga marrëveshja me Bullgarinë, vazhdojnë të thuhen nga përfaqësues ndërkombëtar e fundit që thotë që Maqedonia e Veriut duhet të vazhdojë rrugën dhe të punojë me interes të plot, është ministri e punëve të jashtme të Austrisë, Bete Meinl-Reisinger, në konferencën e përbashkët me shefin e diplomacisë Tim Çomucunski. Meinl tha se Maqedonia e Veriut me të drejtë mund të jetë frustruar sepse ka kaluar një rrugë të gjatë, megjithatë nuk duhet të ndërpritet ky rrogutim dhe obligimet duhet të përmbushen. Sipas Meinl, edhe BE-ja duhet të tregojë interes për këtë çështje. Ich verstehe, dass ein weiter Weg gegangen wurde. Maqedonia e Veriut duhet të ndërmarrë edhe disa hapa të tjerë. E di që keni kaluar një rrugë të gjatë deri tani. Megjithatë, duhet të bëhen edhe disa gjëra të tjera. Po ashtu, BE-ja duhet të tregojë interes për ta mbështetur këtë proces, të përshpejtojë atë, të jetë sinqert dhe të mos vendos pengesa të reja. Është një rrugë e gjatë, por është një qëllim i sinqert për një të ardhme të përbashkët europiane dhe ne do të bëjmë gjithçka që të mos ju vendosim pengesa të reja. Meinl megjithatë thotë se proceset bilaterale duhet të mbesin të tilla dhe nuk duhet të përbëjnë problem. Kryediplomati Mucunski nga ana tjetër siguroi se Maqedonia e Veriut nuk do të heqë dorë nga rruga evropiane dhe theksoi se derisa të jetë pjesëtar i kësaj qeverie do të angazhohet e të punojë për planin A, që është antarësimi plot i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Tha se ka pasur disa takime formale dhe jo formale, edhe me përfaqësues të Bullgarisë. Presim që Bashkimi Evropian të jetë largpamës dhe presim që çështjet bilaterale të mbesin bilaterale. Komunikojmë edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, kemi kontakte të shpeshta edhe me shtetet anëtare. Dëshmi e mirë është prezenca e homologës time. Komunikojmë edhe me përfaqësues bullgar. Disa takime janë formale, disa jo formale dhe kërkojmë zgjidhje. Të njëjtat porosi dhe kërkesa që Maqedonia e Veriut të ndjek rrugën evropiane dhe të bëjë ndryshimet kushtetuese pa kërkuar garancë shtesë. Kryeministrit Mickovski të njëjtën ja tha edhe Antonio Costa, kryetari i Këshillit Evropian, duke u bërë kristal të qartë përfaqësuesve politik të vendit se nuk ka dhe nuk do të ketë plan B.